Po, në dalin në të demantojnë. Që të formojnë institucione. Po, se ka pajriti, se ka një kontradiktu, Florin. Çfarë kontradiktu? Që i bie që Albin Kurti nëse i ka afru pushtet këtyne... Apo vlen të përfundoj? Jo. Po. Pjesëmarrjen pushtet, i bie që ai s'është interesuar të shkojnë zgjedhje për shkak këtyre patatave në vetë. Ka dalë të përfundoj? Okej. Veç lëm të përfundoj. Ju ka ofru pushtet. Po nuk ju ka ofru ato për cilën realisht vani shkojnë zgjedhje. Presidentin për e don Albini për veti. Pse? Po don me kap gjykatën kushtetuese, po don me kap prokurorinë e shtetit, për mi kryt do punë veta se vi që dhe që e i kamet. Edhe për me zhagit proceset e vështirat që janë përpara. Një pyetje për shembull. Qysh me i besu LDK-ja nëse zoti Kurtit ja pranon ofertën? Ja pranon ofertën. Çka nëse zoti Kurti një natë qetë e shen një deklarat një ministrit LDK, se nashta qepja e 3 ministri. Edhe si pelqen, edhe thot, a di shka? Thot, pe shkarkojmë pe prishin koalicionin, presidentin e ko, po shkojmë të zgjedhje. Frend, nëse nisëm në këto... O, që shtu vla, po nisëm, së njëm ka foli për aton që i merr vesh. Që kjo është situata politike, zoti Visoka, që kjo është problemi partive opozitare, se s'kan besim të Albin Kurti... Nëse nisëm me këto premisa... Po që kjo është premisi është do vla. Po që kjo është premisi. Unë nuk po di vish me qitë, s'po di që është më ta spjegu ma për tuke. Çështja mungesës së opozitarët ndaj Kurtit është prezente. S'ka besim. Që është i dëshmuar në manovrues. Po pra. S'ka besim politik. Dhe përjedhoj kjo krijon efekt. Edhe pse ky zotnia ka... Për me mbyll shumë shkurt. Po votat i ka, po manovrues. Albin Kurti ka ofru LDK-s edhe PDK-s qeveri. Po s'ja ka ofru postin e presidentit. Ka thonë presidenti është jami. Edhe tash, një parti politike opozitare, bravo ju qofë që s'kam pranu. Po ka qenë ngjashme loja si me Limajn për kuvendin, pak a shumë. Po pra, tash, e ka djeg Limajn, e ka djeg ato, Krejt politikanti ka djeg zoti Kurti, politikisht. Për çka? O zotnia i ki marrë 500.000 vota, po. Pse për ty është ka që rëndësishëm posti i presidentit? Për çka? Pse, kur ku ka bo ka që rëndësishëm posti i presidentit? Gjithmonë që kemë edhe këtu, për shembull, njerëz që kanë qenë edhe pjesë e institucioneve që e dinë se gjithçka është bo marrëveshje. S'munësh mërti me zgjedh presidentin bashkë qysh ki qef edhe pse i ki 500.000 vota. S'munësh. Kështu që zoti Kurti për shikust po thon. O ka e qenë vanin zgjedhje sepse nuk po do me qeveri zotnia. Sepse nuk po don ato që e ka pranu nohër me jetësu vet e me met aty me i cilësu. Kjo është arsyeja kryesore. Kjo është arsyeja në del qysh do në të thot, kjo është e vërteta. Është kur të albinet, është një çështje që për mua është jashtëzakonisht racionale dhe shumë e drejtë si kërkesë ose si pritje kur i thuhet sqaro burr me veten çka po don, më pastaj bisedojmë për arsye se krijohet përshtypja që ky nuk është ose s'po reflekton, është konfuz, përveç se nga të gjitha vlerësimet që mund t'i japim nga ajo trajektoria traditës politike, veprimin politik deri tanishëm, kur po themi se ka frekuencat për qenë jashtëzakonisht ose ka kriju këtë dozë mosbesimi tek të tjerët, tek subjektet politike, por edhe të tjerët, dhe nga trafsh është jashtëzakonisht kërkesë e shëndetshme. Sqaro burr çka po don, më pastaj bisedojmë për arsye se vetëm për të bën, siç e tha profesor Avdia, takim për takim, atëherë konsensi. Vetëm për konsumojmë këtë kohën interesante që nxorri gjykata kushtetuese këtë 34 diçin, mirë pas gjë të konkretizuar. 51% s'është interesuar të qeverisë Shkodra dhe s'po e di çfarë po don, rrjedhimisht nuk ka një plan kur po shkon në bisedime, kështu po e thoni, ose s'po ka qëllimisht një plan, për shkak se do të shkojnë zgjedhje. Dëgjar. Po ndëgjoj. Kam thonë edhe përpara këto.